Librazhdi është bërë një pikë referimi për artin pamor pas çeljes së ekspozitës kolektive Ngjyrat pranverore në ambientet e Pallatit të Kulturës. Në këtë aktivitet kulturor janë prezantuar rreth 50 punime artistike, të cilat kanë sjellë një larmi stilesh dhe teknikash. Ekspozita përfshin peizazhe pranverore, plot dritë dhe ngjyra, natyra të qeta, portrete si dhe kompozime moderne me element simbolik. Tani unë vere që ka një ndezje, një përforcim. Si të duket këto ekspozita? Ekspozita kjo është shumë ekspozit e mirë që nga, shumë. Po më vjen shumë mirë për këto vajzat piktore. Ndje dhe fryma vajzërore me të bukur, me këta fluturat, lulet, qielli, shumë i bukur që nga i portreti. Ekspozita ka vënë në pa edhe angazhimin e brezit të ri, veçanërisht të vajzave të talentuara, të cilat po kontribojnë në pasurimin e skenës artistike lokale. Unë kam pikturuar që e vogël dhe pikturën e kam shumë për zemër dhe marrja ime pjesë në këtë ekspozit ishte diçka goxha e veçantë pasi unë ndjeva sikur më ngritën vlerat dhe më në fund po mendosha që isha pjesë e një komuniteti që kam dashur të jem pjesë për shumë kohësh. Ndërsa organizatorët e konsiderojnë këtë ekspozitë si një hap të parë drejt nismave më të mëdha në të ardhmen. Asnjë gjë nuk është e pamundur nëse vullneti, pasioni dhe dëshira e mirë për një qëllim të përbashkët i bëri vërtet të gjithë artistët bashkë. Dhe mendoj që kjo nuk do të jetë, ky është vetëm fillimi tashmë për një gjë kaq të madhe. Ne do të rrisim kërkesat tona si artistë, të gjithë bashkë do të japim rëndësinë e dur artit pamor, pavarësisht projekteve që bashkitë kanë për traditën, kulturën, turizmin, por besoj që pa art s'mund bësh as turizëm, pa artin nuk mund bësh asgjë bukur, sepse kudo dhe në çdo projekt arti bën gjërat e bukura. Dhe mendoj që kjo ekspozitë është vërtet një augur i mirë për të vazhduar dhe të ngrejmë emrin e këtij qyteti vërtet të bukur dhe gjithë peizazhet siç i shikon janë nga natyra. Pra, edhe pse kanë ikur piktorët në Itali apo në Tiranë apo kudo që ata janë, ata kanë marrë me vete magjinë e këtij qyteti dhe e kanë pikturuar në mënyrën më të bukur dhe e kanë sjellë këtu sot. Ekspozita Ngjyra pranverore sjell një tablo të gjallë të krijimtarisë vendase, duke dëshmuar se arti në Librazhd vijon të zhvillohet dhe të tërheqë brezat e rinj.